Erdha te Greek Market që do të bëj disa pazare për shtëpi, po ndërkohë po shija që kanë marrë produkte të reja. Shikoni pak. Ky raft për mua është parajsa sepse unë vdes për brumra. Fakti që nuk i konsumoj shumë shpesh nuk do të thotë që nuk i dua shumë, po mundohem që të kujdesem pak për trupin. Mos ta abuzoj të paktën me këtë pjesë. Megjithatë mora shumë informacione dhe të gjitha këto që unë do t'ju tregoj në fakt janë produkte pa konservant, që do të thotë duhen konsumuar shumë shpejt se edhe jetëgjatësinë nuk është se e kanë shumë të gjatë. Pra duhen konsumuar sa më shpejt jetë mundur se duhet jenë të freskëta. Ka variante të ndryshme. Ka bukë tosti integrale, ka bukë tosti me miell të bardhë, ka panine, ka pita. Da unë të ngela, të do t'i marrë se zbën. Do bëj për herë të parë në fakt sufllaqe vetëm në shtëpi. Do ta tentoj këtë. Tjetër, shikoni çfarë ka. Do marr edhe këto pitet e tjera, janë më të vogla se ato të parat, po më pëlqen t'i përdor si brusketa. Mund t'i bëj me djathtë, me domate, me kështu gjëra të mira, ju a tregoj në një moment tjetër si më pëlqen që t'i bëj. Ndërkohë më bëri përshtypje shumë kjo buka këtu. Është bukë pa kore. Arbori do ta donte shumë këtë, po mendoj që këtë herë do ham pitet se ju a thash të gjitha duhen konsumuar të freskëta, nuk mund të marr të gjitha llojet e mundshme. Mora pite, po do marr, tani do bëj si e mirë vet. Meqense do ngopem shumë mirë me pita, do marr bukë integrale. Do ta provoj unë në këtë bukën e tostit. Më zi po pret. Mund të kem 3 javë pa ngrënë brumë fare, kështu që ma kuptoni entuziazmin. Nëse doni gjëra të tjera ju, ja ku ka variante të ndryshme tortilla për të bërë piadina, edhe këto e kam bërë shpesh më përpara. Janë këto ushqimet e shpejta, shumë të shijshme, po që dhe nuk duhen ngrënë shumë shpesh në fakt. Janë edhe këto bukët kështu, të cilat mund të përdoren për sallatë, asnjëherë nuk e kam mësuar emrin si quhen këto bukët. Paksimade i thonë edhe ju? Nuk e di, më falni. Nëse e keni të gjitha variantet. Të gjitha variantet dhe mund t'i konsumoni pa frikë fare, sepse janë pa konservant, siç ju thash, pa sheqerna, kripra të shtuara.